Mirë, po çfarë mund të praktikon diçka për shikuesit tonë që ta ketë më të qartë? Si lexon ti këtë, Amadia? Atëherë, mu më është dhënë domethënë dhuntia pa ka shumë vite, por në 2013 unë kam pas të drejtën, i them të access, është ai Chelsea që mu më lejohet jo vetëm të shikoj akashën e brendshme timen, por të shikoj librat e të gjithë njerëzimit. Nuk ka rëndësi se kush është ai person. Ndashtë jetë presidenti, ndashtë jetë një, i themun pastrus, ose aty lyps rrugës, për mu janë të gjithë njësoj, sepse jemi të gjithë krijesat e Zotit, i në fëmijët e tij, i themun. Në momentin që ti futesh te kjo akasha, është si një amfiteatër. Po të imagjinoni një amfiteatër që është kështu komplet me qark, harqe, është mbush me qindra, mija libra, dhe ajo amfiteatër nuk mbaron. Nuk ka fund, po ta shikosh me sy thu, wow! Dhe çdo libër ka atë bukurinë vet dhe emrin tanë. Kur ti thu emrin, ai libër vup të del jashtë, janë punëtorët e akashës që janë tip, nëse i dini angelët, angelët. Okay. Ato janë punëtorë të dalin, marrin librin dhe të vinë dhe ma prezantojnë përpara, si më qenë një kinema. Dhe shikoj komplet. Dhe aty të shikon pastaj jetën e një personi, të kaluarën, të ardhmen, çdo gjë, të tanishmen, dhe të tregojnë temat jo ashtu se çdo ne, se ka një thonë, unë du me ditë këtë, i them jo. Akasha nuk është për të fry egun e një personit. Për të thënë, okay, për të bak, kështu, jo. Është për ato tema që ne kemi nevojë të marrim të mirën se çka kemi qenë diku në të kaluarën, ose të falim temat, bllokadat tona, sfidat tona. Pse na vinë këto sfida? Me çfarë jete, me çfarë momenti në të kaluarën vinë këto tema? Edhe ato kanë gjithmonë rrënjt. Dhe ne kur futemi në rrënjë dhe i pastrojmë, ato sfida nuk vinë më. Se përndryshe vinë prapë. Kjo është shumë interesante, Amadia. Dhe po ndalemi pak te kjo pjesa e leximit. E bën kudo që je, qoftë a duhet me qenë një vend i posaçëm për ta lexuar këtë për jetën e njeriut? Në qo se personi është shumë i Zoti, ka dhe një fuqi, ban kuda, kuptohet që duhet t'jesh shumë i fortë, domethënë që t'lidhesh shumë direkt, bam, i them unë shpejt. Për dikën persona që janë, ndoshta i duhet meditimi, të futen shumë thellë që të arrin të shikojnë akashën e brendshme. Sepse akashën e jashtme janë, i them unë, mize bardhë, i them në Shkodër atë shprehjen, janë me gishta numër që kanë të drejtën tokën mam të shikojnë akashën e të gjithë njerëzve. Ato janë në Indi, për shembull, në Kinë, Japoni, dhe disa në Amerikë dhe në Europë, edhe ato disa persona që kanë të drejtën. Unë mund t'jem ndoshta jo vetëm që jam vetëm shqiptare, por jam edhe në Austri, domethënë mos më thanë vetëm të austriak që kanë të drejtën. Dhe ndihmoj kuptohet në gjithë botën njerëzit. Kudo që jam e thirrur, ndash në Azi, ndash në Amerikë, ndash në Europë, sepse unë thirrem si trajnere e zhvillimit personal, kuptohet. Dhe mental dhe shpirtëror, dhe aty domethënë shikoj domethënë ndryshimin, sepse unë kam marrë pjesë, jam qenë ftuar me njerëz shumë të mëdhenj tokën mam, dhe më kanë thënë, të lutem ma bën leximin sepse është shumë vështirë të gjesh një person që arrin këtë gjë domethënë ta bëjnë, që ka dhe atë pastërti, do ta them, sepse ato persona që kanë të drejtë kanë një pastërti të zemrës, shpirtërore shumë të madhe. Nuk është gjë e lehtë, nuk është gjë e kollajt.